Shikuesa ABC News ju përshëndes, mirë se vini në Newsaur, ku së bashku do të shohim zhvillimet më kryesore. Rreshjet intensive të ditëve të fundit kanë përmbytur rreth 1500 hektar tokë bujqësore dhe kanë dëmtuar 15 ura në vend. Ministri i Mbrojtjes tha se po punohet për riparimin e argjinaturave dhe shpërndarjen e ndihmave për banorët e prekur, përfshirë ushqime dhe koncentrat për blektorin. Rrugë të rëndësishme si Qukës, Qafplot mbeten të bllokuara, ndërsa emergjenca civile monitorojnë nivelin e lumenjve dhe rikthimin e familjeve në shtëpi. Rreshtet e Dëborës kanë bërritur në veri dhe juglindje. Rreth 1500 hektar në ujë dhe 15 ura të dëmtuara. Ky është bilanci i paraprakit dëmeve që shkaktuan rreshjet intensive të shiut të ditëve të fundit në vend. Nga fshati i Sheqeras në bashkinë e Maliqit, ku ende ka prani ujë në tokat bujqësore, ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se po punohet për riparimin e argjinaturave. Ka në rang vendi 15 urat praktikisht që janë jo vetëm destabilizuar, një pjesë tyre është shëmbur dhe do kërkojnë një investim domethënës. Qasja jonë në këto momente është jo vetëm që qëndrojmë pranë banorëve në bazë të kërkesave të kryetarëve të bashkive për sa i përket rezervave materiale të shtetit, ka filluar shpërndarja e ndihmave në raste të caktuara. Kundër kemi kërkuar gjithashtu nga bashkitë që të bëjnë kërkesat për sa i përket ushqimeve për blektorin. Evidentimet do bëhen dhe patjetër që kemi dhe mundësi që të bëjmë të shpërblime sipas parashikimeve ligjore. Është herët tani të bëjmë bilanc, kemi vetëm bilancin paraprake, në rezulton që kemi rreth 1500 hektar tokë në ujë. Në qarkun e Korçës, rreshjet e shiut ja kanë lënë vendin Borës. Rreshje me intensitet të ulët kanë rënë në Dardh, Vithkuq dhe Shtyll, mbi 1000 metrë lartësi. Në segmentin Bobështic-Dardh po vijon puna për pastrimin e rrugës, ndërsa rruga e Qukës Qafplot është bllokuar për qarkullimin e automjeteve. Një masiv dheu dhe gurësh ka rënë në vendin e quajtur tunelet. Firma kontraktore po punon për hapjen e një bypassi provizor për kalimin e mjeteve. Aktualisht për të udhëtuar drejt Tiranës mund të përdoret aksi Ploç-Pogradec-Qafthan. Ndërkohë vjosa është rikthyer në shtrat. Niveli i lumit në Novosel dhe urën e Mifolit sipas emergjencave civile ka rënë dhe familjet e evakuara pak ditë më parë në fshatin Fitore dhe Novosel janë rikthyer në shtëpi. Uji ka nisur të tërhiqet nga tokat bujqësore në Kashish dhe Kafaraj, ndërsa në 25 banesa në fshatrat Çerven dhe Ferras vijon të ketë prani ujë. Semani aktualisht është brenda argjinaturës. Niveli i tij ka pësuar rënje, por prurjet parashikohet të shtohen sërish. Banorëve të zonave të ulta ku kalon lumi, emergjenca civile ju kanë kërkuar të marrin masa për të parandaluar dëmet që mund të shkaktojë vërshimi i semanit. Në Sarand vijon të jetë në ujë një pjesë e tokave, përmbytur nga Bistrica si pasojë e çarjes së argjinaturës në fshatin Çuk. 22 familje të komunitetit rom po qëndrojnë në çadra, pasi në banesat e tyre ka ende ujë. 2 banesat në Vllahat ku pati çarje toke po mbahen në monitorim, ndërkohë pritet të nisë riparimi i urës së Metoqit, dëmtuar pas përmbytjeve të ditëve të fundit. Rreshjet e Borës kanë nisur dhe në veri të vendit. Mjetet borpastruese po punojnë për të garantuar qarkullimin në segmentin rrugor Qafthor-Theth. Moti i keq me rreshje shiu në të gjithë vendin dhe rreshje dëbore në disa zona ka bërë që të rritet prezenca e shërbimeve të policisë rrugore dhe të patrullave të përgjithshme me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ardhin në ndihmë të përdoruesve të rrugës në rast nevoje. Shërbimet e policisë po bashkëpunojnë me entet pronar të rrugëve dhe me firmat kontraktore me qëllim pastrimin e rrugëve nga bora dhe shpërndarjen e kripës. Policia rrugore apelon për drejtuesit e mjeteve që të bëjnë kujdes në lëvizje, të respektojnë sinjalistikën rrugore, të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve të policisë rrugore. Temperaturat e ulta ndikuan edhe në qarkullimin e virozave stinore. Sipas epidemiologëve, në vend po qarkullon gripi i tipit A dhe Covid. Vetëm gjatë një jave, rreth 12.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore me një tendencë në rritje të infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Piku i gripit parashikohet të ndodhë nga fillimi i janarit, ndërsa më të riskuarit janë fëmijët. Autoritetet rekomandojnë vigjilencë dhe kujdes për parandalimin e përhapjes. Në vend ka nisur qarkullimi i gripit. Instituti i Shëndetit Publik ka izoluar rastet e para. Bashkë me të një qarkullim sipas epidemiologëve është dhe Covid dhe virozat stinore. Infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes ka një tendencë në rritje. Vetëm në një javë rreth 12.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Qarkullon gripi i tipit A
që është i njëjti tip që qarkullon edhe në gjithë kontinentin evropian. Janë vetëm rastet e para dhe akoma nuk ka të dhënat mjaftueshme për të vlerësuar ashpërsinë e gripit. Deri tani mund të themi që rastet janë të lehta, shtrimet në spital qoftë pediatrike, qoftë të rritur janë minimale. Bashkë me qarkullimin e gripit, ka dhe qarkullim të Covidit. Në lidhje me infeksionet respiratore, të sipërme dhe të poshtme, ka filluar një trend normal dhe i pritshëm në rritje. Janë rreth 12.000 raste me infeksion respiratore sipërme dhe të poshtme. Tendenca në rritje infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes parashikohet të vijojë deri në fund të muajit janar dhe fillim të shkurtit, kur pritet të arrijë kulmin, kohë kur epidemiologët parashikojnë dhe pikun e gripit. Nga eksperienca shumë vjeçare në vendin tonë, piku i qarkullimit të gripit arrihet nga fundi i muajit janar dhe fillimi i muajit shkurt. Ajo që është e rëndësishme dhe dallimi nga Covidi është temperatura e lartë që mund të arrijë deri në 38 gradë Celsius dhe më tepër mund të shkojë edhe 40 edhe mbi 40 gradë Celsius. Është dhimbje e theksuar muskulare, gjendje rrufe, pra skuqje lotimsysh, rrjedhje hundësh, koll e fortë e cila mund të jetë me sekrecione ose pa sekrecione, dhe një dopsi e theksuar. Viruset në qarkullim aktualisht kanë prekur të gjitha moshat, por sipas specialistëve, më të përhapura janë tek më të vegjëlit. Një 57 vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit teksa lëvisti armatosur në fshati Ferm Çlirimi. Arrestuari është Petrit Mërnica, i cili u kap në një lokal të zonës, teksa me vete u gjet një pistolet dhe 7 fishek, të cilat i mbante në çantën e dorës. Petrit Mërnica ka bërë më parë 20 vite burg për vrasjen e kunatit të tij. Ai është babai i Azgan Mërnicës, i cili në vitin 2024 qelloi për vdekje efektivin e shqiponjave në Vrus, Canaliaj. Një 57 vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit teksa lëvisti armatosur në fshatin Ferm Çlirim. I arrestuari është Petrit Mërnica, i cili u kap në një lokal të zonës, teksa me vete i u gjet një armë zjarri pistolet së bashku me 2 krehëra me nga 7 fishek, të cilat i mbante në çantën e dorës. Petrit Mërnica është një emër i njohur për drejtësinë, pasi ka bërë më parë 20 vite burg për vrasjen e kunatit të tij. Gjithashtu ai është babai i Azgan Mërnicës, i cili në vitin 2024 qelloi për vdekje me plumb në kokë efektivin e shqiponjave në Vrus Cenaliaj pas një konflikti banal. Ditën e ngjarjes, Azgan Mërnica po drejtonte automjetin e tij me shpejtësi të lartë në një kthes të rrezikshme, kur u ndalua nga efektivi në Vrus Cenalia, i cili i tërhoqi vëmendjen teksa ishte në detyrë. Ngjarja mori një tjetër rrjedh ku pas një debati të ashpër Mërnica ka nxjerrë armën e zjarrit dhe ka qelluar për vdekje efektivin me plumb në kokë. Azgan Mërnica është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e efektivit Cenalia. Një 23 vjeçar nga Shkodra është vënë në pranga pasi qarkullonte i armatosur në vijim të punës për sigurimin e informacioneve me qëllim kapjen dhe arrestimin e personave që qarkullonte armatosur apo mbajnë në banesë armëzjarri pa leje. Shërbimet e sektorit të policisë rrugore në Lezhë bazuar në informacionet e siguruara për një të ri që qarkullonte i armatosur, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Aksi. Si rezultati i operacionit në fshatin Mab, shërbimet e policisë konstatuan një automjeti BMW që dyshoi se udhëtonte i riu i armatosur dhe ndaluan për të ushtruar kontroll. Gjatë kontrollit fizik të drejtuesit të automjetit dhe të çantës që mbante me vete, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, pistolet me krerë dhe municion luftarak. Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që hidhte në treg kartë monedha të falsifikuara. 4 persona u arrestuan ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Alessio Brungaj dyshoi se ishte personi nga Shkodra që kishte porositur 18.000 euro të falsifikuar, të cilat do të hidheshin për qarkullim në Shkodër e Maltëzi. 4 persona që bashkëpunonin në formën e një grupi kriminal janë arrestuar nga policia e Tiranës, pasi hidhnin në treg kartë monedha euro të dyshuara të falsifikuara, ndërsa u shpall në kërkim dhe një nga bashkëpunëtorët e tyre. 3 nga të arrestuarit janë identifikuar si Alessio Brungaj, Sergio Lala
dhe Enis Aliaj. Sergio Lala dhe Enis Aliaj, së bashku me një të mitur, u kapën në flagrancë në momentin që po tentonin të tërhiqnin në një post në Tiranë 11 pako që përmbanin kartmonedha euro të dyshuara të falsifikuara. Këto dërgesa kryeshin nga Alessio Brungaj, i cili përdorte një emër tregtar të rem për të maskuar veprimtarinë dhe për të shpërndar kartmonedhat e falsifikuara. Sipas informacioneve nga krimi ekonomik dhe financiar, kartmonedhat e falsifikuara siguroheshin në qytetin e Shkodrës, ndërsa dyshohet se do të hidheshin në qarkullim në Tiranë, Fier dhe Kukës. Uniformat blu sekuestruan 11 pakot që përmbanin kartmonedhat e euro të dyshuara të falsifikuara, ndërkohë vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetime dhe ka dërguar në gjyq 3 persona të cilët gjatë zgjedhjeve të 11 majit përdorën dokumente të falsifikuara si vëzhgues. Arlind Papa, Genc Demiro dhe Migena Xibinaku akuzojnë për falsifikim dokumente, shkruar në bashkëpunim dhe përvetësimit titullit apo i detyrës shtetërore. Nga hetimet ka rezultuar se Arlind Papa ka përdorur një dokument fals dhe ka marrë pjesë si vëzhgues në qendrën e votimit në shkollën 9 vjeçare Vor. Sipas deklarimeve, përveç kësaj qendre, ai kishte detyrë të vëzhgonte edhe 43 qendra të tjera votimi në Bashkinë Vor. Papa tha se dokumentin e ka marrë një ditë para zgjedhjeve nga Gazim Demiraj me detyrë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Qarkullit Tiranë. Ky i fundit pretendoi se dokumentin e identifikimit si vëzhgues e ka tërhequr nga KQZ, por për këtë veprim nuk ka hedhur firmë në asnjë shkresë. Në dijen të kësaj situate gjithashtu ka qenë edhe Migena Xibinaku me detyrë sekretare në zyrën e protokollit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryeministri Edi Rama ka përshkruar hapjen e kapitullit të fundit të negociatave me Bashkimin Evropian si një moment historik për Shqipërinë. Sipas tij, rezultatet e shpejta të procesit janë fryt i punës së autoriteteve dhe aktorëve të tjerë për zbatimin e reformave të rëndësishme. Nga Brukseli vijnë sinjale pozitive që Shqipëria mund të bëhet anëtare e plotë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kryeministri thekson se kjo arritje do të jetë një moment epokal dhe një motivim për të vazhduar përpara me reformat. Edi Rama nisi podcastin e kësaj të diele me një videokolazh nga hapja e grup kapitullit të fundit të negociatave, që shënoi një moment historik për procesin e integrimit, që i lien të gjithë grup kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian në një kohë rekord prej 12 muajsh. Truly impressive how fast. Është vërtet mbreslënse se sa shpejt po jepni rezultate. Gjithçka mund të them është vazhdoni kështu dhe do të jeni pjesë e BE-s më shpejt se sa vonë. Sot tregon që Bashkimi Evropian ofron rezultate dhe mund të mbështetemi tek Shqipëria në të ardhmen. Suksesi i Shqipërisë është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë për zbatimin e reformave të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Nga Brukseli ka sinjale pozitive që brenda 2030-s Shqipëria do të jetë anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian, ndërsa kryeministri Edi Rama e ka shpallur integrimin prioritet të mandatit të 4 qeverisës. Ndaj thotë se nëse do të ketë diçka për të cilën nuk do të jetë kritik, por i kënaqur me punën e bërë, do të jetë pikërisht ulja në tryezën e Bashkimit Evropian. Unë vuaj nga pakënaqësia dhe unë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Qofse do ketë një gjë me cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike e jashtëzakonshme. Ambicie kjo që e fton të mos dorëzohet, por të luftojë. Është zëri i një personazhit Kazanzakisit kur flet me kapitenin. Kështu që jeta thotë si janë që në fund ndalon në një liman dhe liman është vdekja. Edhe ky i thotë po qofse është kështu për ça pse duhet luftojmë. Edhe ai thotë mos pyet, thotë lufto. Kështu që kur vjen pyetja pse, unë them është pyetja problemi, nuk është
arsyeja pse ngrihet pyetja dhe mbaron aty. Në podcastin e kësaj të diele, ku të ftuar kishte sopranon Ana Nacho dhe pedagogen Natasha Shuteriqi, Rama ju rikthye edhe problemeve që po has shqipja, ndërsa njoftoi shkrimin e librit të tij të radhës. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit edhe thjesht për kënaqësinë e shqipës, jo për ndonjë arsye tjetër dhe për natyrisht dëshirën që ti shoh në një libër disa gjëra që i kam shkruar me shumë dëshirë. Sali Berisha kthehet nga Brazili pasi mori një rrugë të gjatë për një fjalim, jo më shumë se 3 minuta. Zyra e tij e shtypit flet për një mision të suksesshëm dhe një post që i ka marrë në organizatën që mbante eventin, por duket se pas këtij samiti nuk është dora e amerikanëve që i duhet Berishës, por ata që ai shante çdo ditë gjatë fushatës. Si çdo herë prej shpalljes non grata, kur Sali Berisha ikën jashtë shtetit gjej një lajm për ta sjellë në Shqipëri, u nis për të kaluar oqeanin dhe vërtet e kaloi, por jo për në SBA, por për në Brazil. Përveç disa fjalimeve 1 minutëshe e takimeve, doktori Tidoli Fati, organizata e centristëve CDI, e zgjodhi zëvendës president. Berisha shkruan se është zgjedhur zëvendës president i unionit më të madh të partive të djathta në të gjithë botën, por si qëndron e vërteta, CDI është një organizatë që funksionon si union partish më tepër centriste, se sa të djathta që me dëshirën e tyre janë antarësuar në këtë union dhe madje kanë dhe një tarif antarësimi. Shumica e vendeve antare janë nga Amerika Latine, Europa dhe Afrika, por pjesë e këtij unioni nuk janë Partia Republikane e Donald Trump në SBA dhe as konservatorët britanik, kanadez, australian dhe të tjerë, dhe tek Shtetet e Bashkuara qëndron çështja si antare e SBA-s në këtë organizatë rezulton të jetë vetëm NDI, një organizatë jo fitimprurse, por që punon afër Partisë Demokrate në SBA, ajo e cila në pushtet me president Joe Biden dhe sekretar Antony Blinken, shpallën non grata Sali Berishën në 2021-shin. Për më tepër, me rikthimin e Trump në pushtet, NDI ka qenë një nga organizatat jo qeveritare më të goditura nga ndërprerja e fondeve, si një institut që vijon e financohet nga George Soros. Po ashtu, NDI është një nga promotorët kryesor të grupeve të marginalizuara dhe politikave gjinore përfshirë LGBTI. Me pak fjalë, Berisha është bërë zëvendës presidenti një unioni ku antar indirekt është Soros dhe jo Trump. Nga ana tjetër, Sali Berisha nuk është i vetmi zëvendës president i emëruar në forumin e Sao Paulo. Në forum u zgjodhën 20 zëvendës president, mes të cilëve dhe kryeministrat e Kroacisë, Slovenisë dhe Hungarisë. Pra nga 115 vende u zgjodhën 20 zëvendës president të rinj dhe duket se radha kësaj radhe i qelloi Sali Berishës nga Shqipëria të ishte një prej tyre për të patur një zëvendës president të një vendi tjetër. Dhe bie në sy se shumica e partive antare në vendet e tyre janë në opozit, por doktorit i qelloi të jetë i vetmuar. Nga Europa është i vetmi zëvendës president opozitar, kurse presidenti kësaj organizate u zgjodha Andres Pastrana, i cili karrierën e tij politike nga nisur si kryebashkiak i Bogotas në Kolumbi e deri në zgjedhjen si president i vendit në vitet 1998-2002. Më pas ai u emërua për disa vite ambasador në SBA, por sërish kjo nuk e ndihmon doktorin. Rruga e tij për të shkuar në veri të oqeanit duket shumë larg, afër me Soros se sa me Trump. Dhe edhe kësaj radhe doli huq, rëndësi ka që pas dëshmisë për 21 janarin i shpëtoi për disa ditë zhurmës në Tiranë, kurse kthimin e ka me shpresën se me lajmin e ri do të frymëzojë disa demokrat më shumë për të dalë në foltoren përpara kryeministrisë ditën e hënë. Dhe kemi ardhur në fund të Newshour. Unë juftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim.